Faleminderit. E nderuar zonja zëvendës kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Së pari, duke qenë se e marr fjalën për herë të parë në këtë foltore, dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për qytetarët e qarkut fier dhe për diasporën tonë, të cilët me besim dhe përkushtim i dham Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama një rezultat historik. 12 mandate, si asnjëherë më parë në këtë qark. Ky është një besim i madh dhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme për të vijuar me përkushtim e seriozitet në çdo drejtim të zhvillimit të Fierit dhe të gjithë Shqipërisë. Kjo seancë, ku raportojnë institucionet e drejtësisë, është më shumë se sa një ushtrim formal. Është një pasqyrë e qartë për mënyrën se si po funksionon drejtësia, si po forcohet shteti ligjor dhe sa afër është institucioni i akuzës me qytetarin. Dua të ndalem te raporti i prokurorisë, i cili dëshmon për një angazhim më të dukshëm në hetimet proaktive, për rritje të cilësisë së ndjekjes penale dhe për forcim të bashkëpunimit me strukturat ndërkombëtare. Janë arritje që duhen njohur, por dhe ndjekur me përgjegjësi për t'u thelluar më tej në praktik. Nga ana tjetër, është e rëndësishme që reformat dhe standardet e reja të punës të mos mbeten vetëm në nivel qendror, por të zbatohen me të njëjtin intensitet në çdo prokurori të vendit, përfshirë edhe prokurorinë e rrethit gjyqësor Fier. Në këtë drejtim, zbatimi i plot i sistemeve digjitale, e-Presto dhe KAMS, që modernizojnë administrimin e çështjeve, do të sillte një përmirësim real në menaxhimin e dosjeve dhe në transparencën e punës së prokurorëve në territor. Në qarkun Fier, problematika si dhuna në familje, krimet kundër pronës dhe çështjet e sigurisë publike mbeten të ndjeshme. Prandaj, bashkëpunimi ndërmjet prokurorisë, policisë gjyqësore dhe pushtetit vendor është thelbësore për të parandaluar dhe hetuar me efikasitet çdo rast që prek jetën e qytetarëve. Rëndësia e hetimeve financiare dhe përdorimit të teknikave të posaçme hetimore mbeten thelbësore për të luftuar krimin ekonomik, pastrimin e parave dhe korrupsionin, fusha ku qytetarët tanë kërkojnë më shumë rezultate konkrete. Po aq e rëndësishme është edhe mbrojtja e viktimave të dhunës, veçanërisht grave dhe të miturve. Në këtë drejtim, kërkohet një qasje më e koordinuar ndërmjet institucioneve qendrore dhe atyre vendore, për të siguruar që çdo viktim të marrë mbrojtjen dhe drejtësinë që meriton. Në përfundim, dua të theksoj se forcimi i drejtësisë nuk është qëllim në vetvete, por është rruga më e sigurt për të ndërtuar besimin, për të garantuar barazi përpara ligjit dhe për t'i dhënë qytetarit ndjesinë se shteti është realisht në anën e tyre. Punën e prokurorisë së përgjithshme e shoh si një progres të qartë drejt drejtësisë së fortë dhe të besueshme, me rezultate që vërtetojnë se sistemi ynë po bëhet gjithnjë e më efikas, transparent dhe afër qytetarëve tanë, në Fier dhe në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit zonja Çaushi. Fjalën e ka zoti Tedi Blushi.